Për shkak të shfaqjes së minjëve, nxënësit e shkollës fillore Panajot Gjinovski vazhdojnë të humbin mësimet e tyre. Në biseda që i bëm ne me pak ato nxënës që takuam sot në oborin e kësaj shkolle, thanë se vetëm në disa klasa nga 4-5 nxënës kanë qenë të pranishëm, ndërkaq të tjerët nuk shkojnë për shkak të gjendjes aktuale. Ministri e Arsimit Vesna Janevska e pyetur lidhur me këtë, tha se shkollës duhet i bëhet deratizimi. Ajo theksoi se autoritetet janë duke e monitoruar nga afër këtë rast, por tha se përgjegjësia për organizimin e mësimit është e drejtoreshës. Obligimi i çdo drejtori është që të kryejë funksionin e tij. Drejtorët janë të vendosur për të organizuar mësimin dhe të gjitha aktivitetet tjera. Unë propozoj një masë shumë të thjeshtë që është deratizimi pas saj dhe aksion ekologjik në atë shkollë. Jemi duke e ndjekur gjendjen dhe do të marrim hapa të përshtatshëm për më tutje. Menjëherë pas përfundimit të kësaj ngjarje do ta kontaktoj drejtoreshën dhe do ta pyes se çka është ndërmarr. Komuna e Butelit dhe drejtoresha e shkollës fillore Panajot Gjinovski të kontaktuar dhe të pyetur nga televizioni Shenja për rastin në fjalë, nuk thanë asgjë, edhe pse premtuan se do të prononcoheshin, ata sërish heshtën. Ndërkaq prindërit dhe fëmijët e tyre kanë protestuar ditën e djeshme, duke kërkuar reagim të menjëhershëm nga institucionet kompetente.